po I drejtohem Albin Kurtit. Për ku je nis Albin? Je në rrugën dhe në trenin e gabuar. Sot du me folë për dy kauza që Albin Kurti ka në pushtet. Ka qenë kauza për Astrid Dehoj. Dhe çfarë kanë bërë këta për këtë kauzë për 6 vjetë? Dhe që nuk kanë punuar në drejtim, por edhe kanë hub faktet. Edhe kanë ndjek Institutin e Mjekësisë Ligjore në mënyrë që të mos zbulohet e vërteta për Astrid Dehojën, dhe të cilën I kanë akuzuar të gjithë, duke ditë se ata vetë kanë qenë fajtorë. Ju dini po ashtu se në fushatën e fundit kanë bërë fushat edhe me emrin e herojt Afrim Bunjaku. Ne e respektojmë lavdi për herojin e policisë që ka rënë në kryet të detyres në Bansk dhe respektojmë edhe familjen edhe policinë e Kosovës. Por çfarë kanë bërë? Në atë kohë të gjithë deputetët opozitar jemi mobilizuar që në Bruxelles të kërkojmë të vendosen sankcione ndaj Serbisë për shkak të kësaj vrasje, për shkak të cënimit të sovranitetit dhe integritetit dhe çka kemi bërë ne si Kosovë. Në vend të kësaj, ne kemi shpërblyer Serbinë me gati 1,5 milion euro për renovimin e trenave të Albin Kurtit, vagonave të trenave. Dhe do të thonë, pse e mora këtë flamur, po du me thonë Albinit, nuk mundesh ata trena me këtë flamur me I përcjell në Serbi. Nuk mundesh ata trena me I përcjell as me flamurin në Kosovës. Në Serbi, ata trena mundesh me I përcjell veç me flamur të Serbisë. Dhe shifni veprimet e fundit. O shkelsi kushtetutës, o patriot me bateria, nuk mundesh me u kamuflu as me këtë flamur të shejt, po as me asgjë tjetër, sepse ti je shkelsi kushtetutës dhe qëllimshëm po rënon sistemin kushtetues të Kosovës. Mjaft është mjaft, ktheju punës, ktheju institucioneve, konstituo kuvendin, respekto kushtetutën.